Sepse emigrantët e urrejnë emigrimin. Janë këto që unë kam vënë re të paktën me njerëzit që unë flas. Dhe kjo nuk ka të bëj se unë kam kaq vite në Gjermani dhe dola në këtë konkluzion, por jam nisur më shumë edhe nga ankesat e shumë prej jush. Dhe barriera kryesore që është gjua, që i pengon dhe ju shfaq kaq shumë probleme gjatë rrugës dhe u bën jetën tepër të vështirë, pa drejtësitë, burokracitë e shumta, mungesa e njerëzve të afërt për të mbajtur qoftë edhe një orë fëmijët. Gjithashtu, ankesat e shumta dhe nga njerëzit rreth rrotu, siç janë komshinjt, stresi me dokumentacionet, thimet e dokumentave, padrejtësitë e shumta që bëhen. Mos ambientimi, klima, koha, njerëzit që nuk janë të dashur, nuk janë të afërt siç jemi ne. Se njerëzve të afërt nuk i kemi këtu për ta mbështetur, për ta mbajtur fëmijët disa orë, ose për shumë problematika të tjera, siç janë kur jemi smur. Pra, këto janë shumë gjëra, dhe përveç tyre ka dhe shumë të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt tek personi në fjalë i cili e urren me pak fjalë emigrimin. Sa që e mendojnë shpesh rikthimin, por nuk kthehen sepse kanë arsyet e tyre. Ju bëj shumë thirrje dhe të gjitha tyre që mendojnë dhe kanë me vërtet kaq shumë peripecira, të kenë durim më shumë e thjeshtë ta thuash, por ti marrin gjërat avash. Vitet e para janë me të vërtet shumë të vështira, por më besoni, në rast se keni durimin, në rast se i merrni gjërat me sportivitet, do ja dilni dhe do mësoheni, dhe nuk do t'ju bëj më përshtypje.